Shqipërinë për ndonjë arsye të lidhur me Kryeministri Edi Rama nga podcasti Flasim bëri të ditur se ka nisur verifikimet në terren për dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e ditëve të fundit. Ai tha se ekipet e emergjencave civile dhe strukturat përkatëse janë në zonat e prekura që nga dita e parë, ndërsa procesi i vlerësimit do vijojë për të kaluar më pas në fazën e dëmshpërblimit. Ti nuk do jesh kur vetëm, kjo është motoja ime dhe jona sa herë fatkeqësitë ndryshme godasin vendin e njerëzit, që nga tarmeti shkatrus e mira shtëpive dhe deri tek sikleti rënuesi i familje të goditur nga uji, nga zjarri apo nga një fatkeqësi tjetër. Dhe dua t'u përcjell përsëri të dëmtuarve nga kjo goditje e fatkeqësisë së kësaj here, se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrimi ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Puna jonë intensive nuk mbyllet me përmirësimin e situatës së motit, por do të vazhdojë me riparimin e dëmeve në infrastrukturë dhe të çdo dëmi në familjet e prekura nga uji. Ekipet tona të verifikimeve janë në terren që nga dita e parë, ndërkohë që Ministria e Financave e ka të përgatitur tani më të gjithë planin me skenarët e dëmshpërblimit. Presim rezultatin përfunditar të verifikimeve për të kaluar në fazën e dëmshpërblimeve. Dhe mos harroni, kur ne erdhëm në qeveri, në malin e borxheve që na lanë trashëgim, aleatët e sotëm të fatkeqësive ishin dhe 2 kodra të larta borxhesh nga përmbytjet e zonës Shkodrës. Ne i shlyem një ato borxhe për ata njerëz dhe nuk kemi hyrë më në asnjë borxh të kësaj natyre me njerëzit e këtij vendi, sepse erdhëm për ndërtuar një Shqipëri tjetër dhe kjo është Shqipëria tjetër që nuk i lë vetëm njerëzit e saj. Kur bë?